Por ndoshta kjo dhe nuk i frikson edhe shumë qytetarë duke di se si shkon procedura nëpër gjykata dhe Po ne fillimisht duhet Nuk e si bojnë shumë popull dert. kemi të vetëdijshëm, sepse nuk Absolutisht, duhet vetëdia është me mendojmë. rëndësi. Ne nëse kemi fëmijë, kemi gjeneratat e ardhshme, ne duhet mendojmë për gjeneratat e ardhshme, sepse gjenerata jonë vetë shkoj. Jemi jemi ballafaquar me sfida të ndryshme, por ne atë çka duhet t'u lëm brezave të ardhshëm është që të kenë ujë për pije, ujë të shëndetshëm për një jetë më të mirë, sepse nëse mendojmë veç për veten sot, atëherë me të vërtetë nuk jemi as prind të mirë. Ne duhet menduar për gjeneratat e ardhshme që t'u lëm spaku më mirë se që kishim ne deri më tash. Po. Rjetin si e kemi, ka nevojë të bën në vazhdimsi investime, por ka nevojë domethënë edhe më tej që të bën investime të tjera. Si jemi në këtë procedurë, në këtë proces? Po, ne çdo ditë fillimisht merremi me riparime të defekteve në sistemin e rrjetit primar, sekondar dhe terciar. Ekipet tona të mirëmbajtjes çdo ditë në terren intervenojnë prej 5 deri në 15 raste, bëjnë riparime të defekteve, pastaj vendosje të gypave të rinj, segmenteve të reja, por nëse ne çdo herë bëjmë thirrje për pagesa të faturave të ujit për një investim në infrastrukturën e rrjetit të ujësjellësit, sepse pa pagesat e qytetarëve ne nuk mund të bëjmë as investime në infrastrukturë për një furnizim më të qëndrueshëm me ujë për periudhat e ardhshme. Sepse nuk është që të ndërtojmë një liçe, por spaku të ndërtojmë rezervuar, të ndërtojmë në stacionet pompave, të ndërtojmë stacionet të reja të pompave, kështu që çdo pagesë e qytetarit rikthehet në investime afatgjate në infrastrukturën e rrjeteve ujore dhe të kanalizimit.